është diskutu gjatë në Këshillin e Operacioneve Zgjedhore. Zoti Nita ka qenë në fillim të mbledhjes, pastaj për shkaqe objektive, sigurisht ka munguar në pjesën tjetër të mbledhjes, mirë po, unë prapë po e them, unë konsideroj që edhe vendimet të tilla ka nevojë për një konsensus gjerë të gjithë anëtarëve të KQZ-s, me qenë se ka të bëjë me vendimarrjen, me veprimet që i marrim si KQZ, mendoj që tjetë në mbledhjen e radhës. Për këtë, prapë po e them që ka nevojë për kohë prej gjithë anëtarëve të KQZ-s të trajtohet në plotëni rekomandimi i sekretariatit. Sekretariati ka dalë me 3 rekomandime për këtë çështje, në të cilën në Këshillin e Operacioneve Zgjedhore është arrit një kompromis për 2 opsionet të cilat janë në kuadër të këtij propozimi, mirë po për të lejuar një diskutim më të gjerë brenda gjithë anëtarëve të përfaqësues në këtë rast të subjekte politike, kanë mundësi me trajtuar në tërësi dokumentin, kërkoj që të rriqet kjo pikë. Çfarë dështyrje për ditë tjetër është realisht thirrje për me dështu procesi? Afatet që janë paraqitura rrezikojnë kësaj radhe, po them sinqerisht dhe seriozisht procesin e dërgimit të zarfeve apo procesin e votimit përmes postës të mërgatës, dhe ne dim që afati rrjedh prej datës 12, pra 12 dhjetor. Dokumentin fjalë i jep përparësi dhe i jep, si me thonë, jetësim procedurave që kanë bëjnë me dërgimin e zarfit. Tani, vendimi që na vjen sot për shembull, qoftë edhe duke i dhënë përparësi versionit parë që dërgohen me postë shpejt etj. Domethënë në pjesën e dytë thotë nëse kjo dështon, atëherë dërgohen përmes platformës. Domethënë tash kërkohet prej nesh që ne me një votim tjetër mbas një jave ta shfuqizojmë vendimin e parë. Unë për shembull nuk mundem me votu në paketë, domethënë një situacion që nuk e di çfarë do të ndodhë mbas 3 dite, mund ndodhë për shembull që dështon. Nëse dështon posta, atëherë unë kërkoj që të vjen në rendite problematika, ta diskutojmë edhe të shohim çfarë po bëjmë. Domethënë nuk mundemi na me paragjyku një votim edhe sot votojmë sikur të ndodhë, sikur të vjen Bajrami në Ramazan, çka kemi me bo. Domethënë nuk muj me votu, nëse nuk ndahet kjo pjesë